Kodra e trimave. Lagja e Vranjevcit, ose e njohur zyrtarisht sot si Kodra e trimave, është një nga lagjet më emblematike të Prishtinës. Historiku i saj ndërthur vuajtjet, solidaritetin, krenarin, rezistencën dhe mbi të gjitha trimërinë e banorëve të saj. Vet emri i vjetër i lagjes Vranjevc, i cili akoma endet në gjuhën e popullatës, shpërfaq një nga padrejtësitë dhe krimet më të mëdha që ju bën shqiptarëve. Rrënjët e kësaj historie na kthejnë në vitin e largët 1878. Pas vendimeve të Kongresit të Berlinit, një pjesë e madhe e familjeve shqiptare u dëbuan me dhunë nga zonat e Toplicës dhe rrethinat e Vranjes. Një pjesë e mirë e këtyre muhaxhirëve u vendosën pikërisht këtu, në hapësirat periferike të Prishtinës, duke krijuar bërthamën e parë të asaj që sot e njohim si lagja jonë. Në fillimet e saj, Prishtina ishte një qytet shumë i vogël, i pazhvilluar dhe me një shtrirje të kufizuar, por zgjerimi i saj i vërtet historik do të shënohej nga regioni lindor. Ishte Gollaku, ky rajon që është pjesë e pandashme e qenjes së Prishtinës, ai që ja dha kryeqytetit hovin dhe përmasat që ka sot. Gollaku, që historikisht e ka pasur dhe ka qendrën e tij kryesore, Prishtinën, jo vetëm që u bë burimi kryesor i popullatës, por u shndrua në vetë shtyllën e zhvillimit dhe ndërtimit të saj. Unë jam pjesëtar i familjes të Çani, Vibi të Çani, jam profesor në ekonomi, shkollë të mesme. Na jemi në Prishtinë dikun që 140 vite. Për 1878 si jena në Prishtinë. Si kemi ardhur shtëpinë kena pas në bord Ciglanës deri në 45-ën. Për 45-ës tani na ka marrë shtëpinë Ciglana, Tjegullorja, dikun në bord Ciglanës tek njëri për gjakëve që dikun e kena pas shtëpinë. Faktikisht tani familja jam ka nejt me qeron një 5-6 vite. Të pazari, në shtëpi Xhembegullit. I bjen dikun për afërsi të pazarit Gjelbët e Hotel Sara, ku tash dikun qëtë. Mas një 5 vite, dëmanë jau kanë leju me ardhë me marru një shtëpi këtu në Kodër Trima. Edhe faktikisht i nërë këta tonë të kanë marru shtëpinë 1952. Ka fillu 51, 52, për 52 jenë hi në ta. Po jenë hi, o kanë shtëpia me qërpeq, kur jenë hi veç tavanës sa s'ka pasur direkt kulmin. So kanë vera, s'ka qupesh. Shtëpia e parë e ndërtume në Kodër Trimav është 1952 prej familjes tem të Çani, përkatësisht shtëpia Osman të Çanit. Mimi Hekurud nuk ka pas, por pas jenë kanë në bord Ciglanës e Natan. Kënej për Xhami Slapit e nalt, s'ka pas shtëpia heq asnjë. Domthonjë shtëpia e parë që marru ka në Jona në rrugën Caralevat, të servisi Gidorja, tash është kjo autoservisi Gidore, domthonjë aty shtëpia jonë. E tani mas anej kanë startu me ardhën dikun e dikun, jenë marru do shtëpia Manalcit të Ura e Gurit, e tani jenë ardhë dikush do Grashtic, jenë ardhë do Ashkalije, do qështu, në kanë nalt. Në vitin 1955, kësaj rrugë do t'jam mësynte edhe një djalë i ri, i cili sot mban mbi supe plot 90 vite jetë, e kujtime të gjalla nga ajo kohë. Për Grashticë që në ardhë jetë nuk u konë përshtatshme. Si 1955. Dhe shtëpia Ashkalive s'ka pas ku gjo, këtë shpras të konë. Jo, rruga s'ka pas, rruga për Xhami Slapit të knena përpjet, s'ka pas, aja ura e guri që i treni hike për fund, ajo konë një urë konë. Aty më bu më vëzatet kërët, duke më në njone për me kalu tjetëri. A s'ka pas rrym, Xhami Slapit në knena për mi prug, rrym s'ka pas, kur, hiq. Une, jëmë konë Grashticë, jëmë punësu në Prishtinë. Unë janë shaune për Grashticë, para sa bohi, i lej shafjetin asha me punu në Prishtinë. E kyshën punën natën pa
Notën shkesha shpe. Kur ditën, se veç punoj ditë pushimit. Se, e i thëmë babë, ha. Vëllo, shtek që mu ju në mu janë, qështu, mu janë me punu, nuk mu ndesh hajde e shesim e marëm që tu, në Prishtinë se nuk ka zjedhjet e. Edhe, nga Zoti, e mur migja, e mur ata venin tonë, e mur migja në ramë push. Për para kom punu në ndërtimtari. S'komje, atër s'ka pas. Po një partesha më shku dikun musafir, ja më shku në darë se më duke me manë këjshi, një partesha pantoll dhe setër, më shku mispari, ja se dikun se s'ka pas, më konë me ketë, tesha o konë me ketë. Na i kena nëllë shkijet mes me hinë qytet. Kodre, të rima e ka nëllë, si nga lënë shkijet me hinë qytet. Me zhe sef Koranën që piletoj. Tjerat janë të ura gurit të konë që ta shku për pagun, për pagesat atë, që atë jo konë një urë. Pro një konë të pur shmojt. Shmojt të pur shënë zatresh me ra atje. O konë, pru, s'ka pas shpia, s'ka pas kodro. Shkretinu konë. Edhe vorët jenë konë, qëre, për mi gjamit lopit. Jo konë një renë, tu ku konë, u bujke bereqet, u pëllëzit ke rej prugë. E maknena, kretë vorën konë. I qitën hashkalit për ati, të ta erdhen i qitën shpijat aty, marëshin gurte vorëve, i qitën në temel shpijave. Heqke gurën, e qitke në temel shpijave, në për vorë. Kodë asin vokshën vorë, kanë zirë eshnat, kanë zirë kërë po temeli. I kanë marë, i kanë hikë. Unë veç ngrashtit e më krye. Dhe një jam Prishtinë krejt, e me ndrokut. Që e konë kryesor e me ndrokut. Të honë i dilit të konë aty. Që aty o konë, e marrë ke poret, dhe të su pavur, duke me dhonë, gjymrëk me dhonë. Se ma gjonja këto, me hinë qytet, këshë me pagu kretë. Edhe në ato në një u konë, qashtu për me hu, që jarëshin në tjetër në në qytetit, edhe atje u konë pagushin qashtu, nëse që u konë kënina edhe për kënina për ferizojtë, për këto kënina u konë qashtu. Komune e Prishtines u maru me zollë Prishtines. Me zollë ke rekës Prishtines. Ma shumë të pegodok jënoj, ashe me kere, me gjonë, me kretë, me gjonë, me bëlluk dhe në dhije, tëna me kere bëshin drithin, mjëllin, tëna kretin konë busore, o djemë. Kalimin e kohës, krahas banorëve të ardhur nga viset rurale të Gollakut dhe Kosovës lindore, ky mozaik u plotësua edhe nga familje të ardhura nga Llapi, Drenica e komunat e tjera. Kjo përzierje trevash nuk krijoi ndarje, përkundrazi i dha lagjes një karakter shumë vital dhe prodhoi një frymë të fortë lidhjeje. Megjithse u la shpesh herë anash nga investimet infrastrukturore të sistemit të asaj kohe, lagja u zhvillua fal punës së pandalshme të banorëve të saj, të cilët ndihmonin njëri tjetrin përmes argatllëkut e solidaritetit. Por, ishin vitet e 90-ta ato që do të vulosnin përgjithmonë identitetin e këtij vendi. Në këtë periudhë, shtypja dhe dhuna e regjimit të egër serb kishte marrë për masa të tmerrshme. Pikërisht atëherë, lagjes ju la emri i saj i ri, krenar dhe meritor, Kodra e Trimave. Jo thjesht si një emër administrativ, por si një simbol i gjallë. Lagja u shndrua në bastionin kryesor të rezistencës civile, për shkak të vetdijes së lartë kombëtare, sa herë që niste një protest të gjithë ngriheshin në këmbë. Dyert e oborreve liheshin qëllimisht hapur në rrugica, duke u bërë shpëtim për demonstruesit që ndiqeshin nga policia serbe. Gjeografia e saj e ngritur dhe rrugicat e shumta u kthyen në një avantazh strategjik ndaj autoblindave dhe forcave okupatore. Kur shqiptarët u dëbuan nga shkollat dhe universitetet në vitet 1991-1992, Kodra e Trimave u bë shtëpia e madhe e shkollave shtëpi.
ku arsimi shqip mbijetoi fal guximit të nxënësve, prindërve dhe arsimtarëve. Njësitë speciale serbe shpesh kishin frikë të hynin thellë në brendi të lagjes, sepse çdo tentativë provokonte një reagim zinxhir të banorëve që dilnin nëpër balkone e rrugë për të mbrojtur njëri tjetrin. Edhe pse në rrugën kryesore konfrontimet ishin brutale dhe policia përdorte gaz lotësjellës e dhunë të egër, fryma e protestës nuk u shua kurrë. Kjo lidhje vllazërore u dëshmua sërish në marsin e vitit 1998, pas masakrave të tmerrshme në Dernicë e Likoshan. Prishtina u ngrit në këmbë dhe kodra e trimave ishte pika e nisjes për marshimet më të mëdha drejt qendrës së kryeqytetit. Kodra e trimave ishte vendi i sigurt, baza ilegale ku mund të organizoheshin mbledhjet pa u diktuar lehtë nga shërbimet sekrete serbe. Kodra e trimave dëshmoi se themelet e saj nuk u ndërtuan vetëm me gur e llaç. Ato u ndërtuan me gjak, djers, sakrificë dhe me shpirtin e pajepur të njerëzve të saj.